të gjitha akuzat, jo vetëm pjesa me Ganigal, janë 90 ca akuzat, të gjitha do rishihen, mbi ç'bazë janë ngritur. Sot kemi lajme tjera, domethënë, ku kanë gjetur se si disa NGO kanë financuar nga brenda Amerikës dhe jashtë Amerikës kanë financuar trazirat në Amerikë si Antifa e tjerë. Pra, kemi të disa zhvillime. Le të presim e të shohim. Duke mbetur te raportet mes Edi Ramës dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, a mendoni se Washingtoni i ka ngrirë ose i ka prerë raportet me vet Edi Ramën, duke qenë se mund t'ju rendis këtu disa nga pikat ku ai po themi nuk ka qenë i ftuar ose ka qenë i distancuar nga vet Shtetet Bashkuara të Amerikës. Për shembull, nuk u ftua në ditën e vizitorëve të shquar të stërvitjes Defender Europe 2025, nuk u ftua në ceremoninë e 250 vjetorit të pavarësisë së SBA-s, nuk u ftua në ceremoninë në bordin e anijës FD të Shtetet Bashkuara të Amerikës. 2 zyrtarë nga Departamenti i Shtetit të Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë vizituar Shqipërinë, por asnjëri prej tyre nuk është takuar me kryeministrin Edi Rama dhe madje zëvendës ndihmës sekretari amerikan i Shtetit Mark Fleming shkoi në SPAC dhe takoi vetëm ministrin e drejtësisë dhe ministrin e brendshme dhe jo vet Edi Ramën. Pra, ç'po përgatit Shtetet Bashkuara të Amerikës në këtë rast kundrejt Edi Ramës duke distancuar në këtë mënyrë? Tani ju dha gjitha fakte, edhe gjuhën juridike thuhet fakti flet vet. Këto janë fakte tani. Ajo që pyetëm më parë është një mundësi që mund të ndodhë. Ky është fakt. Që ka një ftoje, kjo është e dukshme. Por pra nuk ka më një dorë në Amerikë që i jep një dorë atij apo dikujt tjetër që të mbaj pushtetin. Pra, ka një opozit, e cila të krijohet një pozitë reale, e cila ta kuptojë që marrëdhënia shqiptaro-amerikane, ju nuk përmendet edhe përshëndetjen, nuk është të uruar për fitoren, është uruar populli shqiptar, vetëm populli shqiptar për fitoren e zgjedhjeve, vetëm populli shqiptar. Edhe për 28 nëntorin që është uruar vetëm populli shqiptar dhe është përmendur lufta ndaj karteleve të drogës, po. Pra populli shqiptar duhet ta kuptojë mirë tani që ka ardhur koha ta mbylli këtë histori të stërgjatur tranzicioni me këta kloun politik që ka pasur deri tani, njëri më i zi se tjetri, se kështu po na dalin, edhe të rrugës standardave të ndërtimit të shtetit. Shtetit së drejtës, shtetit ligjor, ku çdo njeri të mos arrit bëhet një aga i tillë që nuk jep llogari para ligjit, ose të jetë mbi ligjit, pa të na bëhet sundues. Ta e dim veten, e trajtojnë dhe veten si sundues, e din dhe veten që janë sundues, se kështu ka qenë, ligji s'ka qenë kur mbi ta, por në këmbë të tyre. Kështu që për mua ka marrë, është dhe përveç një ftoje, por për mua është dhe një përbuzje për mënyrën, për standardin në cilin ka rënë kjo lloj politike. Këto që të tani, këto janë fakte që nuk mohohen, po duhen thonë siç janë. Dhe janë të drejtë për drejta, nuk janë kështu. Pra nuk kemi shtëngime duash para publikut dhe kritika më pas. Ja, ka pas raste të tilla. Po nuk ka më të vëllë. Këto janë të drejtë për drejta dhe kështu duhen kuptuar, domethënë. Ata pasaj servirat e njërit apo tjetrit që guxojnë të thonë pasaj po ç'na duhet Amerika e këta janë pasaj njerëz më negativ se vetë këta që janë kryesorët. Këta janë më negativ se këta, domethënë. Vegla është më vështirë se vetë ai të cilit i shërben, domethënë. Se kështu kemi disa sovranistë edhe në krahun e djallë, po dhe majtas. Fillojnë dhe tani se i shohim me komentet e tyre, Amerika, nxitja e luftës tjetër, po ajo nxitja e luftës të dha pavarësinë e gjysmës kombit tonë. Po. Avokat, a mendoni se takimi i fundit në Paris me dhëndrin e Donald Trump, Jared Kushner, është një varg shpëtimi që Edi Rama po e kërkon me ngulm në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Nuk e mendoj fare kështu.
Se nuk funksionojnë këto lidhjet outsider në raport me Donald Trump? Është më shumë insider në fakt, po tani unë nuk e mendoj kështu. Po të ishe insider, jo, duke qenë se është dhëndri Donald Trump. po ai nuk u bë dhëndër sot. Ai dhëndër ka qenë dhe para i viti, para 3 vjetësh. Takimet i kanë pasur. Do kishte ndikuar deri tani. Ai nuk u bë sot dhëndër. Ka shumë vite që është dhëndër. E ka bërë gjysh Donald Trumpi disa herë. Pam. Por që unë mendoj që secili ka vënë me vetë edhe nuk është nga ato që lëviz kollaj. Bile tani është bërë me vështirë se kur Donald Trump për të lexuar. Pikërisht, sepse po. Pikërisht sepse në mandatin nuk ka ndryshuar asgjë. Ka mbajtur një qëndrim që në fillim. Duken si marrëdhënie të ngrira. Kaq, por është forcuar suporti në drejtim të ndërtimit të institucioneve, të SPAK-ut, gjykatës e tjerë. Po të shohësh ata janë më aktiv se kur atje. Pra, nuk mendoj që do ndryshoj gjë. Do shohim. A do ndryshoj gjë apo jo? Unë mendoj që do dalë fjala ime. Pra ndryshe nga sa shpreson opozita që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra qoftë edhe në formën e sarkazmës, mund vita marr Edi Ramën ashtu siç mori Maduron, do të jetë instrumenti i tyre në Shqipëri pra SPAK-u që mund pastroj politikën 35 vjeçare? Ti mendon që do dërgojnë këtu për Ramën ose për një tjetër helikopter ata? Jo, është më shumë në formë shakas, po. As pullumbace nuk dërgojnë ata. Ata dërgojnë një aber kështu. Po nuk. Do ta dish që Berisha është kthyer zyrë pasi mori pushtetin de facto në 14 shtator vitit 1998 me një SMS është kthyer zyrë. Po, si është ai haberi se ja kanë dhënë ndonjëherë Berishës në atë kohë? Me një SMS më kanë thonë njerëzit rreth tij. Njerëz që kanë qenë shumë pushtetshëm rreth tij. Ish pushtetar shumë të lartë PD-s. Jo 1-2, po disa. E më duket që ka qenë kështu, deri në orën 1 nuk e kthyer zyrë. Kasim prapë pasaj kanë. Kështu që kur të vjen një mesazh i tillë ose telefonat e tillë, unë di që është mesazh, po mund të ketë qenë telefonat, po kjo është e vërtetë. Nuk kam thonë një gjëra që s'dal tu për të thënë çfarë di unë, edhe çfarë mund të jetë e diskutueshme ose si mund të jetë. Kjo është e saktë, siç më kanë thënë, dhe siç u ka thënë ai vetë njerëzve që kur të roqen, se kam pyetur njerëzit, pse na tradhove, ne morëm godina qeveritare, morëm televizionin, pse të roqen? E ka thonë vetë ai. Pam. Avokat, duke mbetur te vet Edi Rama dhe raporti i tij me SPAK-un në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, a mendoni se në këtë rast duke qenë se tashmë është marrë pandehur edhe Belinda Balluku, Edi Rama nuk ndihet aq komod me gjithë këto skandale që i kanë shpërthyer dhe që tashmë Shtetet e Bashkuara të Amerikës po japin më shumë mbështetje SPAK-ut. A mendoni se pas Ballukut mund ta ketë radhën Edi Rama në rastin e goditjes që mund vi dhe prandaj ai nuk po e lëshon Belinda Ballukun? Tani disa nga ministrat që janë të ri mund t'i shpëtojnë në optikës drejtësisë, po çaj ministrat vjetër për mua ti marrësh tër janë për të deklaruar pandehur, domethënë. Kështu që kuptohet se sa herë që del diçka e tillë, aq herë shqetësohet ai, po kur ti je në krye të një qeverie të tillë, çfarë i thon pastaj? Unë e kam thënë dhe them, do të jetë fitore e madhe gjem një tender që nuk është manipuluar dhe nuk është vjedhur. Si mendoni çfarë do të ndodh? Po ti isha në krye të drejtësisë, do kisha vepruar ndryshe, po kemi këto që kemi. Pam. Unë organizimet politike edhe qeveri do t'i fusja të kemi organizuar. Mënyrën se si janë organizuar dhe po veprojnë. Po të shohësh produktin, po të shohësh pjesëmarrjen, natyrën, se kush si organizohen,
Tani, për mua është krim për te asaj që është i organizuar, i super organizuar, bile. Du të hapim tani një sektor tjetër drejtësisë për krimin e super organizuar. Si mendoni çfarë do ndodh më 28 janar teksa do të mblidhet Këshilli i Mandateve për të shqyrtuar kërkesën e SPAK-ut për të hequr imunitetin Belinda Ballukut? A mendoni se Kuvendi do ta aprovoj kërkesën e SPAK-ut apo do ta zjas apo do ta bllokoj më një herë? Tani do shohim pas takimeve që kanë bërë me zonjën fjalë. Rezistojnë deri aty ku kanë atë, ku i tregojnë kufirin. Nëse ajo ka folur me atë gjuhë që mendoj unë, s'është çudi ta dorëzojmë imunitetin. Jo mandatin, imunitetin. A mendoni se mund të ketë një ultimatum që vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund t'i kenë dhënë në këtë rast qoftë PD-s, qoftë PS-s, në rastin e takimit të Ballës dhe Gazmend Bardhit? Po dhe mund të ketë. Edhe mund të ketë. Se kanë turpë ata të bëjnë ultimatum. Ose janë skuqur shumë nga Po. dy në pandit që kanë qenë pranishëm takim. Ja, qofse e shohin të arsyeshme ata, ta bëjnë atë që është arsyeshme. Shohim. Avokat Cikini, Unë mendoj që ata nuk gabimi i Ramës është që po ja them dhe publikisht, por shera e dytë që them sot. S'mund thotë ai është kuazi gjykat, Këshilli i Mandateve. Është pikërisht e kundërt. Nuk është gjykim fakti. Aty shihet vetëm ana formale e çështjes. Jepet drejt panderos të mbrohet atje, edhe në seancë plenare, shkohet seancë plenare. Pastaj aty tregon me vota do mbash këtë qendrim apo atë qendrim. Edhe do marrësh dhe shkel një standard që ka vendosur Europa para nesh. Atëherë do shkosh disa kapituj mbrapa, disa vite mbrapa, edhe pranimin drejt Europës. Se të kanë thonë që ke pranuar ke kapitullt 23-24, do kthehesh disa kapituj mbrapa, po dhe kapitujt për tregun e lirë e tjerë që ke shkelur për konfliktin e interesit, gjithë ato që dalin, na çojnë disa hapa mbrapa. Se nuk është përkthesh ligjet ti dhe i thua, është zbatimi tyre. Kështu që kanë kosto tjera, kosto politike shumë të rënda, që të vënë gardin ata miq të jashtë edhe. Kështu që unë mendoj që ja të dyja mundësit. Edhe ta miratojnë, heqin mandatin dhe jo. Janë 50-50 tani, unë kështu e shoh. Nuk paragjykoj që nuk drejt dorëzoj mandatin, pra mund të jemi drejt. Gjitha palët e kuptojnë që deri këtu shkojë dhe nuk shkojnë të tepër. Si mendoni, çfarë do të prodhojnë denoncimet që ka bërë ish-zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj së fundmi, dhe ju si keni lexuar këto denoncime? A do duhet që vetë Edi Rama të reagonte në këtë rast për të sqaruar opinionin publik sa i përket këtyre denoncimeve? Ato denoncime besoj janë SPAK para se t'i thot Ben Ahmetaj, kështu që se i kam unë i pjesë, në anglisht e kam thonë dhe tjetër. Ato ishin për publikun, SPAK-u i dive se. Pa tjetër do reagohet, sidomos për portin 1, e kur rullën 2 e tjerë. Ka interesa për te agallarëve të zonës tu.